nëse mund ta ndihmojmë Baktin, blegtorinë e tërësisë ta bëjmë. Nuk diskutohet. Për sa i përket ushqimit koncentrat, ato e siguron rezerva e shtetit në çdo rrethan. Mos e kini merak atë pjesë, sepse ajo është elementi më i thjeshtë për të trajtuar deri diku, sepse kemi dhe logjistikën dhe sasinë e duhur. Ajo që është për mua e rëndësishme është që të ruajmë atë perimetrin e ujrave që të mos deportojmë aty. Në qoftë se afrohet, do bëjmë evakuimet dhe do ecim me qetësi me të gjitha hapet. Në rregull, çdo gjë është atje në vend, çdo gjë të shikohet, do të shikohet, le të vetë shikojmë edhe tash. E rëndësishme është nëse ka mundësi të diheqë që të shikohet, nëse ashtu të shikohet çdo gjë. Keni të identifikuar vendin ku mund të bëjmë transferimin eventualisht. Se zakonisht i çonin në lartësi. Tashi, situata është dinamike, prurjet dhe rreshjet në mbar vendin vijojnë, do vazhdojnë edhe gjatë orëve të natës. Atë që mund t'ju siguroj është që gatishmëria është maksimale, të paktën si ministri i mbrojtjes më takon t'ju them që forca armatose është angazhuar në mbar vendin, qoftë për të rehabilituar aksese, prita, ura në zona me akses të vështirë, qoftë për të ndihmuar qytetarët në raste rreziku. Gjithë kaskada e Drinit është një situatë ku po vazhdon të menaxhohet, po vazhdojmë të kemi prurje, po gjithsesi shkarkimet kanë qenë minimale dhe po administrojmë situatën, shpresoj unë, në kushte sa më optimale është për momentin e qëndrueshme. Nuk kemi as evakuime, as përmbytje në Shkodër. Për sa i përket zonës së Durrësit, zonat urbane kërkojnë një menaxhim tjetër dhe po vazhdojmë dhe aty obor më obor, lagje më lagje me grupe civile dhe ushtarake që të bëjmë një rikthim në normalitet sa më shpejt dhe për masat e rrezikut në Gruiderin e Vjosës patjetër që janë për masat e një natyre kombëtare, prandaj dhe kemi dhe përforcim me forca dhe me mjete, edhe nga anafierit po ndërhyhet që argjinaturat të qëndrojnë, argjinaturat kanë mbajtur, kanë qëndruar, kanalet janë funksionale, hidrovorët e Vlorës janë funksional. Besoj se jemi në një kushte qëndrueshmërie për momentin, nata është dinamike, nuk kemi dalë nga rreziku. Kemi identifikuar shkakun e kësaj situate për mbytjeve? Atëre, në qoftë se është momenti sipas jush që ne të pyesim vetëm pse bie shi, unë nuk mendoj që duhet të pyesim vetëm pse bie shi. Autostrada flitet që është një prej problemeve. Unë besoj se jemi në kushtet ku duhet sigurojmë gatishmërinë maksimale të njerëzve dhe forca armatose po e siguron.